أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. الله كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. Po kështu o Muhammed, siç po veprojnë me ty populli yt, të cilët herë po të thojnë se je magjistar, herë po të thojnë se je i çmendur e të tjerë, po kështu kanë vepruar edhe të tjerët para teje. Kështu që nuk ka ndodhur që ndonjë popull të mëhershëm t'ju vinë ndonjë pejgamber, si populli Nuhit, e Hudit, e Salihit, e Shajbit e të tjerë, e që edhe ata popuj, mos të ju thonë pejgamberëve që kanë kaluar me herët, pejgamberët e tyre, sahirun, magjistar, o mejnunun ose i marë. Pra, disa i kanë thonë pejgamberët të veti magjistar, disa i kanë thonë ti i çmendur, e disa i kanë thonë të dyjat, her magjistar e her i çmendur. Pra, këto etiketime, këto shpifje e akuza, kundër teje Muhammed sallallahu alaihi wasallam pe popullit tënd që po të vinë e ti përjeton rëndë, shumë rëndë, nuk janë produkt i kohës, nuk janë të panjohura për historinë. Këtu janë thanë edhe më herët, të madjeje i fundit, por këtu janë thanë që kur kam dërguar pejgamber, që nga pejgamberi par Nuhi alaihi salam, ku kështu i tha populli vetë, e ranë pastaj popull pas populli, duke ja thënë të njëjtat pejgamberit të tyre. Andaj, bën sabër dhe vazhdo të punën tane me kry, por bën sabër dhe mos i merr nga të zemrës këto akuza. E të wasau bih, a thuval, e kanë këshillu dhe kanë porosit njëri popull tjetërin, se bashkënitet akuza. Populli Nuhit i tha kështu pejgamberit no, pa ta shkatërron. Më vonë ka lej kohë sa ka lej Zoti di, dhe i rri populli Ad. Populli Ad në fund të Jemenit atje, dhe Allah dërgoi Hudin, njëjtat akuzat, njëjtat shpifje. Këta ishin në Jemen, në skajt atje, në juglindje. Më pas, i shkatëroi Allahu, kaloj se kaloj kohë, dhe erdhi populli Thamud, e që është në veri krejt nga dëshullit arabik atje, ku i ka përmi 2000 kilometra sigurisht, mes vend qëndrimit të popullit Ad dhe popullit Thamud. Pra, në kohën vendet të ndryshme, po edhe për nga distanca kohore të ndryshëm. Andaj, sikur se morën në vesh këta, sikur se këshilluan e lanë porosi njëri tjetër që kur t'ju vjeni më pejgamber, thoni kështu.
Realiteti e vërteta thot, jo, thot Allahu Azza wa Jall. Bel hum qaumun tagun. Nuk e këshilluan ata, nuk e përësitën ata njëri tjetërin, njëri popull tjetërin që të sillen në këtë formë dhe pejgamberët e tyre, por ata ishin njerëz popull tagun të cilët te I kaluan çdo kufi. E që I bie në luftën e tyre, kundër pejgamberët e tyre, në vija të trashat që kemi cekë më shumë se njëherë, krejt popujt kanë vepruar njësoj. Sepse është një iblis, sepse një dreq. Një dreq I madh, I cili I mësën, ta qëtë më të vogël, po, dhe ai I mësën. Ai armik I përbetuar, e Allahut Azza wa Jall, e që ju del krah dushmanëve të pejgamberëve. I mësën që thënë jo kështu, se ndoshta këto pinë ujë ma shumë të populli, e këto shpifje kanë marrë pej parive. Nuk kanë ditë tonë me kaset me akuzu pejgamberin se është magjistar, e hergënjështar, e herëqmendër. Jo tonë me kasë. Nuk kanë ditur. Sa s'jen kujtu, por paria atyne. Tani paria u akujton popullit. Dhe thot para popullit, na jena të meqëmit, të mërangu neve, deri gjena keni ngu nga në dhe sët, as jena në madnishme të ju, po zëtni, ju jeni madnishme tonë, gjitheni kanë zëtëri tonë, andaj, kur themi ne diqka, ne po themi sepse po dim, dhe si rezultat dhe të në pasu edhe ju. Pra, më rëndësi, kështu kanë vazhduar të gjithë popojt, të akuzojnë pejgamberët e tyre, dikush duke I thënë se magjistar, e dikush duke I thënë se është I çmendur, edhe kështu me radhë. Fatawalla anhum. Braktisi ata, lëri ata, mos e merr me ta. Fama anta bimelum. Për ngushëllën I madh Zot të dashën e tina. O Muhammed, sallallahu alaihi wasallam, mos e merr nga zemrat shumë. Kur ata po të thonë ti I çmendur, I marr, ose ti je magjistar. Mëse merr nga zemra, sepse pejgamberi alayhi salatu wassalam, që na ka cekë Allahu në Kur'an dhe kemi cekur sa herë, aq shumë mërzitej, brëngosej, aq afër zemrës I mërte akuzat e tyre, jo se përfyjnë personalitetin e ti, po pse përmohojnë hakun, pse po vazhdojnë të ngulin kam në besim të kotë, besim djallit mallkuar, kurse për shofën pejgamberin e Zotit, për shofën mrekullit të cilat ra ka dërguar I madhi Allah. Asë një arsye nuk e kanë mos me besu këtë pejgamber, dhe kjo po I di se këta me dikë që shto, këta drejt xhehenem kanë me shku. Dhe mërzite që për pengunë të tjerët me hi në Islam. Andaj mërzite, shumë I bekuar. E Allahu ngushëllon her pas her, ndërto edhe në këtë rast. Fatawalla anhum. Tawalla kur thu dikujna, mos e merr me të bre? Mos e merr me të. Largohu. Fama anta bimelum. Ti o Muhammed nuk je I fajsuar. Nuk të fajsojmë ne për shirkun e tyre, për kufrën e tyre, për mosbesimin e tyre, për vazhdimshmërinë e tyre në atë arrogancë. Ti nuk je fajsuar. Ata bajnë gjënahin. Fadhakkir, wadhakkir, ti përkujtoj jau. Për ata thot në vazhdim, wadhakkir, ti krye detyrën tënde, përkujtoj jau. Që mesazhet qellor në vend. Sikur se sot ne që e bëjmë apo që duhet ta bëjmë. A na quajnë ekstremist, e vehabist, e terrorist, e fundamentalist, e prapambetur, që du shtuj. Se Allah për disha në thejnë hala në tarme. E që kuptimi është një, duan të akuzojnë dinin e Zotit, ne duhet të apërkujtojmë njerëzve. O ju njerëz, I thënë neve çka të për neve çka të dëni, për hakun një. Ky Kur'an është hak. Fjala e Zotit është hak.
Dini Islam është hak. Dita e Kiametit është hak, o ju njerëz. O ju njerëz. Andaj mos e merrni me gjërat dytësore, por merrni me gjërat parësore, elementare. U dhakkir, përkujtoj atë Muhammed, krye misionit. Fa inna dhikra tanfa'u al-mu'minin, sepse përkujtimi u bën dobi besimtarëve. Tani kur kujton të gjithëve, do i mshelin vesh, do të kthejnë, do të shajnë, do të ofendojnë, do ikin kres do me një për ty heq. Por besimtarët nalen, të ngojnë, preke shpirtnisht, emocionohen, mësojnë për i teje, përfitojnë për i teje, edhe nëse i din. Për ata të këni muslimon, ta shkëhet kuranor është edhe regull të çdo muslimon në këtë dynja. Që mja përkujtu vlla, të motrës, e kem për detyrë, se përkujtimit kanë dobi. Për shembull tonë ne falemi ata që falëm, dhe dim që do të më falë këtë koha, për e kujtojmë, a o fale. Çka ndodhi? Ja kujtove që hini koha namazit. Ja kujtove që hini koha namazit, robit. Ose, e nëzirë zeqatin. Tash me thanaj, ti për më kallëzë mua, nuk ka përgjigje me venaje, përgjigje arrogant është. A është mendje madhësi, pa vlla për ta kujton, e po dë vetë. Të ose i thu po, Allah është për bleft, ose i thu jo, sepse s'ka koha hala, ose i thu Allah është për bleft që ma kujtove, se vallaj pas në harru pas ka dalë. Prej mendje. Prej përkujtim përfitojnë musliman. Ose është një vllatja, një motra, cila është në hall, apo i cili është në hall të madh, dhe kem kujshini, apo kem shok, pa në ka hu, para syve. E ti ne kujton se, dini që keni filan dikun që atje, po, valla, pëse kua, a nuk e din që në spital, a nuk e din që ka nevoj për neve, ose për ndihmë, ne kujtaj. Dhe përfituam ne për kujtimit i tina. Kështu që besimtarët, ja përkujtojnë njëri tjetrit punë të hajrit, ja përkujtojnë ahiretin, ja përkujtojnë takvallokon, thëni tekillah, të që Zotit të robi Allahut. Të që Allahut me këtë veprim, ja përkujton frigën Allahut, dënimin Allahut, dhe robi tërhiqet. Thëtë udhë billah. Pra, sepse për përkujtimit përfitaj. U dhekir, fe hinë dhikra tënë për muminin, u bëndë dobi besimtarë, për jo besimtarë, së përfitojnë ata, vazhdojnë. Pra, thëjnë ndryshe, për përkujtimit përfitojnë ato zemra të cilat Allah i ka përgaditur, dhe i ka mbushur, me nurë dhe me dritë qellor, dhe të ndëgatshme, me marë, dritë nën stëp, e që këshilla pjesë e dritës, dërsa zemrat e erta, zemrat e kufrës dhe shirkut, janë të mbyllura, nuk pranojnë këshillë, nuk duan. Për ata ati që është në kufrë dhe në shirkë, shumë herë, kër i thu diçka thëpsa se dion të më kallëza mua, nuk do me të ndëgju, ose të fynë, nga se nuk përfiton, nuk dënë përfitoj, zemra ti nuk është e përgatitur për të përfituar. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, dhe vim të kjo ajet i cilë është ajeti më i rëndësishëm. Në krejt këtë surë dhe për ajetet dhe më madhështorën këtë Koranin. Sepse këtë Korani dhe këtë pejgamberët dhe këtë librat e shejta kanë ardhur dhe kanë zbritur për kuptimin e këtij ajeti. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, nuk kam krijuar njerëzit as gjinnet për tjetër, përpas që të më adhurojnë mua. Pra, cili është qëllimi, synimi i krijimit të njerëzimit? Ja ajeti koranor. Nuk kam krijuar për tjetër njerëzit, po edhe gjinnet. Shejtan gjennet. Vetëm se që mua të më adhurojnë. Ma uridu minhum min rizqin, wa ma uridu e yut'imun. Nuk kërkoj për tyne në rrezik. Nuk kërkoj për tyne që të më ushqejnë mua ata, se s'kam nevojë. Allah s'ka nevojë më ushqy. Allah s'ka nevojë për rrezik.
Nuk kërkej prej tyne rrezik as për ta, për vetë ata. Nuk kërkej prej tyne rrezik as prej tyne për familjet e tyne. Pse? Inna Allah hua rrezak, sepse Allah është rrezak, që i rrezak është që furnizon shumë, furnizues i madh. Furnizon shumë rrezak, ai që jap, dhe hambarët e tij nuk shterren. Inna Allah hua rrezak, dhul quwwatil matin. Allahu është furnizues i madh, është i fuqishmi, është i plot fuqishmi. El-Metin, dhul quwwa el-Metin, ka fuqi të pathyeshme. El-Metin është për emrave të Allahut Azza wa Jall. El-Metin, El-Metin, për emrave të Allahut Azza wa Jall. El-Metin dhe me thani pathyeshëm, dhe me thani fuqi plot, të cilit nuk i shkëputët forca dhe nuk i ndihen në veprimet e tina lodhje, as nuk e ka plan ligështi. Kjo është kuptimi El-Metin që ka ardhur në këtë ajet. Khattabi për këtë emën të Allahut, për kuptimin e këtij emri të Allahut, El-Metin ka thënë, El-Metin i forti, i pathyeshmi, të cilit nuk i shkëputët forca e tij dhe nuk ndihen lodhje në veprimet e tina. Ndërsa El-Halimi ka thënë, dhul quwwatil matin, që ka ardhur në këtë ajet kuranor, ai që fuqia e tij nuk paksohet, nuk dobësohet dhe ai nuk lodhet. Ndërsa Gazaliu ka thënë, El-Qawi El-Metin, forca e tij tregon për fuqinë e plotë që ka Allahu. El-Metin ka për qëllim forcën e madhe, shumë të fortë. Dhe me thënë që Allahu është skajshmërisht i fuqishëm, shumë i fortë, i pathyeshëm në fuqi. Me këtë kuptim të këtij emri, Allahu dënë me abo me dije njerëzve se punë e rrezikut për Allahun është kur gja. Asa një vogël. Andaj ju njerëz për rrezik dhe një ati nalt. Ai nuk kërkon prej teje rrezik. S'ka nevojë. Ai është Zoti i gjithësisë. Ai është i pavarur. Ndërsa çdo gjë tjetër është i nevojshëm dhe i mbarur prej tina, ndërsa ai është i panevojshëm. Ai prej jush kërkon që atë ta adhuroni. Andaj dijeni pse përse ju krijoi. Që Allahun ta adhuroni, që Allahun ta madhroni, atij të nënshtroheni, atij të përuleni. Që me fjalën e tij të jetoni. Sa njeriu në këtë dënja nuk e kupton qëllimin e krijimit të tij. Zatën kjo është esenca krejt. Esenca e devijimit dhe udhëzimit këtë dënja, esenca krejt. Është këtu, të kuptuarit e qëllimit të krijimit të njeriut apo ardhës e njeriut në këtë dënja. Çka kupton e njeri me ardhen e tij në këtë dënja? Pse erdhe? Dën përgjigje ai? Apo duhet dhënë atina përgjigje ndashë kuptimat përgjithshëm? Duhet me dhënë ati përgjigje. E Allahu për ja përgjigje. I kam krijuar njerëzit që të më adhurojnë mua. Për ata Allahu ka thonë, sikur se ka ka dhejt e tjera, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا. Njerëzit nuk janë urdhëruar për tjetër, vetëm të adhurojnë një Zot. Të adhurojnë Allahun. Ata kanë ardhur me adhuru Allahun. E Allahu përballë adhurimit, përballë qëllimit të krijimit të tyre, për ta ka krijuar krejt që ka në këtë tokë. Thuaj ndryshe, Allahu çdo gjë ka krijuar për ty o biri i Ademit. E ty për çfarë të krijoi? Për të lartë. Kaq. Çdo gjë, ama çdo gjë ka krijuar për ty. Për atë arsye asnjë krijes në mënyrë absolute
të mire të keqe, halal e haram, që kemi një musliman, ndash me hangër, ndash atë, ndash të që është dushtuj, të pistat, pa pistat, pasët e ndyta që është dushtuj, çdo gjë. Në këtë gjithësi është e pamundur, pa e pas edhe dobit e sajna, apo të ti që i kthehen në mënyrë indirekte njeriut. Sepse Allah Azza ka krijuar këtë e këtë. Ka krijuar me urtësi. E pjesë e urtësisë së tij është çdo gjë ka krijuar për njeriu. Ama njeriu për çka krijoi? Është shumë e rëndësishme. Për çka krijoi njeriu? Ja përgjigja, li abudun, për të më adhuruar mua. Andaj i cili adhuron Allahun dhe kupton këtë qëllim, ai ka kuptuar ardhen e tij në këtë dynja, e lumi. Për ata ka në hadith të Abu Hurairës, hadith qudsi, që se transmeton Imam Ahmed, Tirmidhiu, të tjerë, e Albani, e saktësan. Se pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë Allahu Azza wa Jall: "Ya ibn Adam, o biri Ademit, tafarrag li ibadati, amla'u sadraka ginan." Përkushtohu në adhurimin tim. Përkushtohu në adhurimin tim. Ki bie tafarrag li ibadati, sikur se dikush i cili ka, se s'ka njëti s'ka 100 punë, ka 50 punë, 200 punë, zë njeri ka. Edhe fëmija vogël kanë shumë kallabllak punë. A në pësa të punë të jene pa kuptim që është të lojnë apo punjen ato. Por me gjithate, fokusohet një punë diçka, ku je prioritet mirët me te. Tjera të kalon anash. Atje në shkencë mirësh me një punim shkencor, atje në një mjeshtër mirët me një punim, një herë me një ndërtim një shtëpie, po i ka dhe 50 tjera në plan me ndërtu. Po i kalon anash një herë, është marrë me një që aty. Atje të studenti ka 20 lanë, 15 lanë, 10 lanë, të në dhëtë me kaluaj ato, por është vequar, është përkushtuar me një lanë. Kjo është të ferrug, më vequar. Ne në Ramazan, për shumë 12 muaj adhurojmë Allahun, 11 muaj, për në Ramazan, muajnë 12, apo një për 12 muajve, veqohë ma shumë me Allahun tonë. I lojë me anash punë të tjera. Kjo është të ferrug. E pejgamberi po thot, ka thonë Allahu Azza wa Jall: "O biri Ademit, përkushto mua në adhurim, amla'u sadraka ginan, ta mbushi gjoksin tënë, zemrën tëne." Se sadruka gjoksin, kuptimin bukfal, por qëllimi zemrë, se në gjoks njëri ka zemrë, ta mbushi zemrën pasuri. Wa asuddu faqrak, dhe ta mbolej varfërin tënde. E që qëllimi, kuptimi i kësaj pjese të këtij hadithi është: o robi jam, o biri Ademit, burrë dhe gruaja, o biri Ademit, kuptoje qëllimin e ardhjes tonë në këtë dynja, përkushtoju adhurimit tim, mos e qit dynjan para adhurimit tim, jo me lan krejt, se s'mune lan krejt, sepse je kriju në këtë dynja për me punu, s'bat pa punu, ama kryesore dhe esenciale dhe primare dhe numër 1, adhurimin ndaj të madhit Allah. Edhe nëse tjera të punë të dynja së mikin ka pak, apo më shumë. Nuk japi përparësi asnjë gjëje para adhurimit të Zotit. Se çka thonë Allahu rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah. Në surët Nur, kër i lavdran Allahu besimtarë të mëdhej të vërtet, dhe të ta në burra të cilët nuk i mashtran tregtia, as shitblerja dhe as gjë prej dynjas, an dhikrillah, nga përkujtimi Allahit, wa iqamis salati, wa ita'i zaka, as nga falja namazit, dhe as nga dhënia zakatit. Po që është bëhet e kam biznisin e s'pe falin namazin. Kujti dhe përparësi? Biznisin. Jem të punue, e s'po më i falna. Kujti dhe përparësi? Punës. Dhe me thonë për përkushtohesh në punë të dynjas, ndërsa adhurimin pelen të dera që atje jashtë. E jo robi Zotit ja. Pra Allahu, pa thëtë, hadith kodësi,
Të ferrëg li ibadeti, për kushtomu, fokusohu në adhurimin tim, ta mbushi zemrën me pasuri. Wa asuddu faqrak, edhe ta mbulej varfrin. E që nën kupton, edhe nëse tik një pjesë e dynjas, edhe nëse nuk tepi shumë risk, që atë që tepi, ka me të shtu bereqetën te. Edhe ka me të mjaftu që ajo. Edhe kimi ndje veten i lumëtur, e i qiet, e rahat, për jo Allah, i lumëturin tane, s'kim janë ru, kujnë këtë dynja, edhe nëse flanën pare, e hanë me luktarit, që shëtë populli. Sepse Allah për thëtë ta mushi zemrën me pasuni, me qetësi. E pasunia me madhe është bindja, është pajtimi me atë që ta ka caktua Allahu Azza wa Jall. Ti jeton me Allahun. Për ata rëbë të sinqertë Allahut Azza wa Jall. Edhe kur punojnë për dynja, e ndëllidhen dhe kur nuk e ndajnë elementin e dinit. Thëjnë për hatër të Zotit, me ushqy grunë, me ushqy fëmin, pini me filanit, për bëj këte, për hatër të Allahut, ose ta fetej me njërës, ose të mashojnë hajri njerëzit, ose të api zeqatin, tini me njerëz me limosh me sadaka dhe kështu me radhë. Çdo send e lidh me adhurimin e Allahut Azza wa Jall. Dhe në të kundërtën, wa illa taf'al, po nëse nuk e bën një gjatë të tillë. Pra nuk e merr përkushtimin ndaj Zotit, ndaj adhurimit të Allahut primar, me le'tu sadreke shugulen, kam me ta mbush gjoksin tënd me preokupime, me angazhime. Walem asud faqrek, dhe nuk kam për ta mbuluar, për ta ndaluar fukaralluk. E që nën kupton se ti që mirësh me dynja dhe e lën ahiretin anash, ose e lën krejt nuk mirësh me të heq, që shën shumë njëse njëzë Allah me ruajt, dije se kur ingit nuk ki me kanë. Gjithë në shpirt ki me kanë fukara. Gjepat plët, për shpirtin e ki fukara. Zemrën e ki fukara. E ki në vujtje, e ki në preokupim. As gjumën s'ki me bo rahat, as bukën s'ki me bo rahat, as pëshimet s'ki me kalu rahat. Kur gjithmonë kimi tut vërfris, kimi tut fukarallakut, kimi tut skamjes. Dhe qështu është jeta e shumë miliarderave, milionerave e të tjerëve. Ndërsa pjesë e parë është pjesë e madhe e jetës se njerëzve të cilët pasha Zotin buke kryp hajnë, edhe në shtrun kanë flajt njerë, shtrun me kashtë, shumica nuk e dini, për një pjesë e ju një dina që a shtruni, hama të i kjesh, e të lumëtun, e të knaqën, e razi, e knaqësi, e të knaqën me Allahun, e të knaqën me Zeti, të mushet me një, këta njerë, si të binë, hala pa dhekrin flajten këta flajten, sepse kanë gale. S'veç gale në kanë, mu që natën me adhuru Zotin, mësë me hush namazën natës, se për sabah nuk diskutohet, me fillu ditën me adhërim të Allahut, dhe me përfundon ditën me adhërim të Allahut, dhe me përfundu edhe jetën me adhërim të Allahut, te bareke wa ta'ala. Pra Allah i madhruar, thot ve ma khalaqtul jinne wal insa illa liya'budun, nuk kam krijuar njerëz as gjinës për tjetër, përpos të më adhurojnë mua, dhe një me i cili i furnizoj njerëzit, sepse Allahu është i gjithfuqishëm dhe rrezik është pe Allahu te bareke wa ta'ala. Fundja, ata që ta ka caktuar i madhi Zot, kemë hangër. Rrezikun e huj nuk e me marë. I huj nuk bëhet i yti. Rreziku huj është i huj. Ai është i huj edhe nëse është pronën tane. Mund t'jetë pronën tane, por së rrezik i yti dhe të shkove, e la, ose t'ul për i dorëve, dhe shkon atje tek ai i cili është rrezik. Fa inna lilladhina zalamu dhanuban mithla dhanubi ashabihim fala yasta'jilun. Ata të cilët bën zullum, kthehet dhe qërton me kaset fort, po dhe ata që ndjek në rrugën e tyre. Ata të cilët i bën vetë zullum pa drejtësi, me kufër dhe me shirk, dhe duke vazhduar edhe me të që drejnë kufër e shirket, që janë me kaset, i erdhë mesazhet qiellor, i erdhë nurë dhe drita qiellore, i erdhën fakte dhe argumente, me gjithatë po vazhdojnë kufër. Për ata po të Allahu, dhanuban, ata kanë hise, mithle dhanubi ashabihim, fela yasta'jilun, ata kanë hisën e dënimit, do të kaplen ata dënimi, se që ka kapluar dënimi ata që kanë qenë më herët.
ata që kanë kundërshtuar Nuhin, të tjerët Hudin, të tjerët Salihin e kështu me radhë që atë cekën më lartë, fela sta'jilun, andaj mos të nguten. Mos të nguten me përshpejtu dënimin, ka dalë, se dënimi vjen dënimi. O heret, o vonë, nëse zgjen këtë dënja, gjithsesi vjen në heret për ata që ka jetin vijus, dhe është ajeti fundit që përfundon këtë sure, fawailun lilladhina kafaru, që ditën e Kiametit, ko e të mirë për ata jo besimtar, kuffar, që kanë mohuar, min yawmihim alladhi yu'adun, nga ajo ditë për të cilën janë premtuar, e që është ditë e Kiametit. Të mirët, ata të mirët për shpirtin e vetë, se çfarë kam i gjetë ata, kur dalin para Allahut, ata të cilët e kanë mohuar ringjalljen, e kanë mohuar tobimin në ditën e Kiametit, e kanë mohuar xhenetin e xhehenemin. Allahu na ruaj prej dënimit tina, ja Rabbel Alamin. Allahu na ruaj prej dënimit varrit e dënimit xhehenemit, ja Rabbel Alamin. Allahu na bëft të jetojmë si musliman, e të vdesim si musliman, e të ringjallemi si musliman. Allahumma amin, Allahumma amin. Allahu di më së miri, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.